Kena të buforët, në zonëseve kena veshmosje, libra, dhe librat kena pas papages, po fletore, veçanërisht, çontat, veshmosje, në ekskursion e kulturë. Si e bërë. Fantazi, natyra e mirë, bletët, vishin heshin të në zonësat, në për klasë, as i kanë pisku, se dy. Edhe drejtori i bërke rresht, edhe arsimtar të gjithë, me thika preshën veç, e që ka një lukë bjorë. Në kifle, edhe atë e hangë shumë bjorë. Alo, ondër e shoh bletët, me krejt zyrat që egzistojnë. Një mësues nuk është vetëm ai që jep mësim në klasë, por ai që lë gjurmë në jetën e nxënësve. Dibran Hajdini është pikërisht një shembull i tillë. Për vite me radhë, ai nuk u mjaftua vetëm me librat dhe bankat e shkollës. Në oborin e shkollës fillore Gjevat Jusufi në Baret të Shalës së Bajgorës, ai kultivoi mbi 20 koshere blet. Por kjo nuk ishte thjesht një ide, ishte një mision. Nxënësit jo vetëm që mësonin për natyrën dhe punën, por edhe ushqeshin me mjalt nga duart e tyre. E më shumë se kaq, të ardhurat nga shitja e mjaltit ktheheshin sërish tek ta, në fletore, veshmbathje dhe ekskursione. Sot mësuesi Dibran shijon pensionimin i rrethuar nga familja dhe dashamirët e tij, por historia e tij vazhdon të frymëzojë. Ndër gjithë veprat e tij, kjo mbetet një nga më të dashurat. Zotëri Dibran, nga viti 1974 keni punuar si mësimdhënës, por përpos kësaj keni bërë edhe një punë tjetër shumë fisnike, duke kultivuar blet në oborin e shkollës. A mund të na tregoni pse keni bërë këtë? Po, me qenë se vullneti i madh për arsim, për nxënësa, për prind, për atë merr mendimin me bo një projekt, me qenë se bon ka botërore, dhe kë një donacion prej 5.000 eurove, 5.000 mark, ka qenë atëre, dhe propozuan në kodër shkollës me bo një letari shkollore. Donatore ishte Drita Kadriu, edhe u shudit edhe çfarë propozimi, kërkur s'ka në Kosovë si propozimi, pranoj edhe më ndihmoj, bosoja këmë në dhe emrin letaris Drita. Drita, si rrezit Drita, për shkollë, për mami, për nxënësa, me pas pak pare, si me thonë, budget shkolla për financime në nxënësa, në libra, në veshmosje, në ekskursion, në ushqim besa. Pra do të thotë me ato pare që i keni marrë prej bletëve, ju keni ndihmu nxënësve. Me qëto pare, me kolektiv, jena të mu paret, i kana shqit bletën, i kana mjaltën, i kana shqit mjaltën, kena të mu paret nxënëseve, kena veshmosje, libra, edhe librat kena pas papages, po fletore, veçanërisht, çontat, veshmosje, në ekskursion e kulturë. Sa koshere të bletëve kanë qenë? 20 herën e parë, për 2 vjetë jenë bërë 27. Mahnise, me lloj ngjyrna, veç me pa, po edhe natyra mahnisën në shkollë. Ka pasur vërth marë, 1 hektar e gjys, ka pas penë, molla, dardha, kumla dhe i kena mill 22 fitane kumla, kanë lullu, atë letë merreshin hektarin, e vëshin mjaltën, edhe kana u shtojshin, atë janë shtuar. Dhe ku pas një shok që më ka ndihmuar shumë. Do më thonë te edhe një shok i jote një për kujdesë për bletë. Po, veçanërisht, a krejt kolektive nga ka ndihmuar. A kjo pas do më thonë mbështetjen e krejt kolektivit? Krejt kolektivet, po, sigurisht. Që keni ndje ju kur e keni bë këtë punë? Si e bërë. Fantazi, natyra e mirë, bletët, vishin heshin të nxënësat në për klasë, as i kanë pisku, se duke me marrë lejen edhe prindve, edhe kolektivet, kena marrë lejen krejtve, edhe na kanë mbështetur në këtë projekt, edhe ja kena pohërin për disa vjetë. Sa vjetë i keni marrë konkretisht ato bletë? Dhe 12 vjetë, mandej një dore kese hini pak, na sregulloj i murën. Po, kur ju keni dhuru nxënësve veshmbathje, fletore, pas këtyre të hollave që i keni marrë nga bletët, që jeni ndjen ato momente kur e keni pa lumturinë e nxënësve? Po, na uzoj shumë edhe këtë kolektivi, uzoj shumë që shëndrishin ata nxënëse. Dhe në me ka po shumë raste. Mandej kena qenë në ekskursion, në ato pare, kena dhonë akullore, i shumë verës.
Kena që në gjako, kër e këmë reshtu 4 dhe në zonës. Cikli tull, ka një akullore, kena pagume që atë kore. Ashtë qasi, nasi. Po vetë nxënësit a kanë konsumu mjaltën? E kam konsumu, na vesh që ka një kifle. Edhe drejtori, i bërë kërë resht, edhe arsimtar të rrët, me thikja pleshën mes, e që të ka një lukë mjallë. Në kifle? Edhe atë hangë shikë mjallë. Çdo ditë e kanë pas këto? Çdo ditë e kam pas një kohë gjallë. Kam pas, deri sa përfundu. A i kanë dasht ata blet? Kam dash sigurisht i dëshin, zonësat i kam, se edhe mësip kam mojt në oborën në shkollës. Ku marru edhe një klasë verore, edhe atu moj lënda biologjisë, një hërinë natyre për para ka qenë. Edhe kopshin e shkollës se kena përdorë si klasë mësimore. Me një shembullin e të pave tonë, ne kena pas profesor të një, adetarë, edhe arsimtarë kanë qenë adetarë, edhe tash janë. Po duhet më shty praktikën, provojnë me zbatu e për shkolla ku ka kushte. Ku ka borën e madh shkolla, me bu aktivitete fizike dhe qështu, si shembulle janë, shembulle i vetëmi rast në Kosovë që ka pos me bletë. Po do të vinte mundësia prap, a do ta bëje të njëjtën gjë përsëri? Edhe vetë me lind, apet mësë si zhavo, edhe qështu kësha punu. Sa vjetë ki punu në arsim? 42 vjetë, pa ndërë prej. Ratat i kësha sugjeru, me vazhdu me punu me vullnet, një mësu në zonësa, një mësu mësimi, dija për neve dija, se duhet shteti me forcu, shteti forcuat me rini, me të armën tonë. Pra nuk duhet me prit vetëm prej shtetit, edhe vetë me marrë iniciativa me punu për shtetin? Sigurisht, se edhe na s'kena mos për shtetit të asgjo. Po, edhe kosheret e bletës, edhe klasën verore, me nëzonsa e kena punu bashkë, me nëzonsa me arsimtar, për 2 shtune 2 dile. Për kena kom përshim, për kena qenë përshim. Edhe vepra jetë. Jeta jam qatë, ka vazhdu dhe ka mirë qatë ju stagnu. Ma mirë me stagnu qatë. Ka qenë periudhë shumë e mirë. Lumëtëri, sa mirë, sa bukër. Alo, ondër e shë bletët, me krejt zyrat që egzistojnë.